Mirëmbrëma të nderuar teleshikues të Fox News. Mirë se vini në emisionin Pakollare. Unë jam Urim Tusku dhe në mbrëmjen e sotme ne do trajtojmë temën të cilat ka të bëjë me aktualitetin e javës që lam pas. Një aktualitet i ngjeshur nga aspekti politik, por edhe aspekte të tjera. Për diskutuar në lidhje me këto çështje, unë kam të ftuar në studio si gjithmonë kolegët e mi të nderuar, duke nisur me zotin Reldar Dedaj. Mirëmbrëma Reldar dhe mirë se erdhët. Dhe zotin Dritan Laci, mirëmbrëma Dritan dhe mirë se erdhët. Të nderuar teleshikues, java që lam pas ka qenë një javë e ngarkuar në aspektin politik, pasi jemi në kulmin e fushatës zgjedhore, pavarësisht se fushata pothuajse ka një orientim nga pjesa e tallavas, le të themi kështu, me sulme personale, sesa me programe përmbajtësore që do t'i shkojë elektoratit si alternativë. Për këtë arsye, në ditët e fundit kemi parë një intensitet i sulmeve personale ndaj njëri tjetrit të personazheve të politikës, por që rrallë tek tuk shohim diçka që të ngelet në mendje nga pjesa programore. Duke e parë në këtë aspekt, Reldar, po e filloj me ty, si të duket kjo fushat krahasuar me fushatat e tjera, ku për hir të vërtetës nuk ka një shpalosje të mirëfillt programi, por ka më shumë një lloj sulmesh ose sulme personale ndaj njëri tjetrit, që më shumë atakohen personazhet e politikës me njëri tjetrin. Fjala vjen del dikush, thot diçka në një rrjet social, vjen dhe kundër reagimi nga pala tjetër, se sa të shohim një fushat që t'i shkojë si alternativë qytetarit. Unë mendoj që kjo fushat është krejtësisht e pazakontë, për arsyen se në të gjithë skenografin që ka paraqitur kjo klasë politike e pandar, tenton drejt një retorike e cila si keyword saj ka gjuhën pejorative, duke i mëshuar shumë fort sinonimeve, metaforave, ngarkesës emocionale, dhe duke e shmangur ose duke e lënë në plan të dytë gjuhën retorikën arsyetuese. Pra ne shohim më shumë vulgaritete, banalitete dhe shumë pak arsyetim, sqarim dhe perspektivë për jetën e qytetarit. Kjo gjë ka tentuar ta bllokojë dhe kjo retorike ka bllokuar hapësirën publike dhe audienca tashmë retorikën e arsyetuar nuk e përthith dot. Dhe këta aktor politik i kanë mshuar fort duke qenë vetëdijshëm për atë klimën që kanë krijuar. Dhe kjo është nxitur, realisht kjo gjuhë pejorative, kjo klim fyrjesh, është nxitur nga aktor caktuar politik për shkak për të fshehur atë çfarë qëndron realisht në jetën e qytetarëve shqiptar. Dhe qytetarët shqiptar ndoshta si asnjëherë tjetër kanë shumë nevojë për të sqaruar dhe për t'i dhënë zgjidhje problemeve të tyre që për hir të vërtetës janë tepër të mëdha. Domethënë është një tentativë të fshihen brapa gishtit. Po pa diskutim, sepse kjo është një teori e komunikimit dhe gjithë ata që kanë mbaruar shkenca komunikimi e dinë që post-freudizmi, pra shkolla e komunikimit post-freudie, merret me këtë lloj ngarkesë emocionale, ku studion retorikën që aktorët caktuar politik bëjnë. Dhe pse shtrohet pyetja, pse këta njerëz tentojnë që me anë skizofrenisë, me anë thyrjeve, me anë patologjive që shfaqin në hapësirën publike dhe kudo, çfarë fshehin pas këtyre, dhe pa diskutim ka ca mesazhe që fshehin dhe nëpërmjet gjuhës pejorative, nëpërmjet komunikimit lehtë, nëpërmjet fyrën, ndonjëherë edhe nëpërmjet një humori banal, kalojnë mesazhe tepër të rëndësishme. Dhe aktorët caktuar në këtë shoqëri kanë nevojë ta tërheqin pjesën tjetër, rivalet të tyre të tërheqin drejt këtij lloj banaliteti, sepse duke i futur në këtë lloj komunikimi, në këtë enë komunikative, shoqëria shqiptare nuk kupton më asgjë dhe kuptohet e gjithë skena politike bëhet me dare, bëhet me metafora, bëhet me sinonime, një tallavaj e vërtetë. Një tallavaj e vërtetë dhe në thelb në këtë përjull
të caktuar, siç është fushata zgjedhore, qytetari shqiptar ka nevojë për të sqaruar, ka nevojë për të ditur çfarë do bëhet me ekonominë e tyre familjare, çfarë do bëhet me perspektivën, me sigurinë, me të ardhmen. Këto janë sfida dhe këto duhet të jenë çësjet që klasa politike duhet të ketë nevojë për të orientuar qytetarin shqiptar dhe për të sqaruar. Pa diskutim, tendenca e klasës politike në përgjithësi është për të krijuar një gjendje aullie ku qytetarët shqiptarë kanë tepër të vështirë për të ndarë se kush janë marsianët dhe kush janë toksorët. Kjo është ajo çfarë përbën thelbi të doja unë e kësaj fushate. Dritan, çfarë mban mend deri tani nga fushata elektorale që të ka ngelur në mendje? Shiko, në këtë pikë unë duhet të them domosdoshmë që më duhet të jem më i papërmbajtur. Në kuptimin domosdoshmë që vetë fushata gjatë këtyre kohëve më shumë është shtrirë drejt një gjuhë, le të themi bullizmi, intimidimi, deri diku dhe kërcënimi, se sa në fakt të një programi të vërtetë që duhet ketë një forcë politike e cila pretendon që ose të mbaj pushtetin, ta zgjas pushtetin e saj, ose të vinë në pushtet. Duket sikur këtë gjë po e bën deri diku opozita, pra le të themi që ka zgjedhur një gjuhë jo atakuese ndaj Edi Ramës, pra mos i shkoj për shtat gjuhës së tij, le ta themi gjuhës së çyrykëve, gjuhës së autikëve, të cilat duket sikur janë një lloj pavarësisht se kërkoj falje, po. Pavarësisht se kërkoj falje, por duket sikur është një gjuhë e cila vjen nga kohë të largëta. Reminiscenca të kaluara. Është një reminiscencë, nuk është se është një gjuhë e cila pa pritur mbiu në këto ditë, por forma që është zgjedhur për ta sulmuar deri Kikoneta ndoshta mund të jetë diçka e ngrëndshme, e pranueshme, por pastaj kur ti drejtohesh me gjuhë çyryke apo me cene fizike dhe në një farë mënyrë ti shkon dhe qëndon dhe ato që janë normalisht shiko. Unë kam përshtypjen që ky në fakt është thjesht fundi i një deliri. Pra ngritja në një lloj apoteoz, pra kur ti nuk kupton më se çfarë ndodh, pra humbja nga realiteti, ika nga realiteti, siç ndodh me politikanët kryesisht, po siç ndodh dhe me artistët. Do është një kontingjent i caktuar qenish njerëzore të cilët kanë një profesion të caktuar në jetë, të cilët dalin pastaj dhe por politika në Shqipëri duket se nuk mirakoset fare për këtë gjë. Dhe e di çfarë bëri përshtypje, ndoshta ja thash edhe pak para emisionit, sepse ka arritur domun në një farë mënyrë ta kthej kjo politikë, ta kthej këtë në një normalitet. Dhe më bëri përshtypje domun që jo më larg se para disa ditësh ne dham disa pamje të tmerrshme, skandaloze se si varrezat e Sharrës dhe landfilli i Sharrës tani ishin bashkuar bashkë dhe sorrat nuk dinin të ndanin domthonjë se ku ishte xhenazeja dhe ku ishte gostia. Pra ishin pamje apokaliptike atje dhe njerëzit këtu për 2025 dhe njerëzit këtu dhe ne flasim çdo ditë për incineratorin, e kuptoj për parat që janë djegur dhe janë ngrënë dhe nuk po djegin mbetje dhe njerëzit pothuajse janë ikin realitetit. Jo ikin, por si duket janë bindur me këtë realitet. Dhe mua kjo më duket se më shqetëson. Pra, normalizimin, pra, kjo gjuhë e politikës, jo vetëm këtë fushatë elektorale, po edhe gjatë viteve të qeverisjes, duket sikur tashmë çdo gjë po shkon drejt një normaliteti. Njerëzit kanë krijuar bindjen që janë të paaftë, pra në thelb janë çyryk. Politika i trajton si çyryk dhe kur shkojnë në kutinë e votimit, këta votojnë si çyryk. Kjo është pse thash edhe një herë pjesa e dhimbjes time për këta njerëz se si ata shkojnë nesër dhe e hedhin atë votën kutinë e votimit. Sikur të mos mjaftonte vuajtja e përditshmërisë me hallet dhe me probleme. Duhet edhe një gjuhë që ta mbaret mbi vete. Por unë isha para disa ditësh, jo më larg se një javë më parë, isha kryesisht në zonën e Dibrës dhe pash një lloj mlefi, një lloj inati nga njerëz të ndryshëm edhe të Partisë Socialiste, pikërisht për këtë gjuhë, sepse ata nuk e mendojnë veten që janë të paaftë,
flasim për burrat e Dibrës, të Madit apo të zonës atje. Atje ku u thanë këto fjalë. Dhe kishin një lloj mlefi të tyre. Unë nuk e di pastaj. Po prandaj thash për koston. Po pra, dhe unë nuk e di realisht se sa do kanalizohet kjo pastaj tek kutia. Nëse Rama, siç ndodh në një fushat tjetër në Evropë, në Evropën e civilizuar që e truar, ku gabimet ndëshkohen me votë. Edhe në fushat territoriale gabimet ndëshkohen me votë. A jemi ne në këtë realitet në Shqipëri? Që pikërisht këto gabimet politikës apo harrojmë shpejt. Apo harrojmë dhe kalojmë ke radhë. Pra, politika na mëson neve domethënë që një gotë verë sot dhe çudia më madhe 3 ditë gjatë ka kaluar 30 ditë deri atëherë thuaj, kështu që deri dyshimet pikërisht. Reltar në lidhje me sondazhet, duket sikur her pas here bëhen sondazhe në Shqipëri, janë bërë ditët e fundit, sidomos në 2-3 televizione. Dhe vend theksin japin prioritet një force caktuar politike e cila për të vërtetës përgjatë këtyre vjetëve vazhdon të drejtojë vendin, por që ka një lloj skepticizmi nga krahu tjetër, sikur këto sondazhe nuk janë bërë në mënyrë profesionale, por thjesht janë bërë me një qëllim caktuar që të ndryshojnë ose të forcojnë një perceptim, ta orientojnë në një drejtim të duhur votuesin. A mendon që me të vërtet ka diçka të tillë kur vëre realitetin, ose atë që tha dhe pak më lartë Dritani, në lidhje me një realitet i cili nuk përputhet as pak me pritshmëritë ose me atë se çfarë duhet të jetë standardi i lartë, dhe atë se çfarë na servir fjala vjen sondazhi i paraqitur në televizionet ndryshme. Kam përshtypjen edhe unë, domethënë, mendoj si puna juaj, i shoh sondazhet në fazën e fillimit, realisht kur filluan sondazhet të piketonin pak a shumë opinionin publik, pat një lloj serioziteti në trajtimin e gjës. Por me kalimin e kohës, duke parë dhe duke u afruar fushata elektorale dhe veçanërisht tashmë që kemi hyrë në fushatën elektorale, kam parë një organizim të organizuar të mënyrës kapjes apo vjeljes opinionit publik. I kam parë më tepër si krijimi një infrastrukture për të orientuar me qëllim votën në të aktorët porositës të këtyre sondazheve. Për më tepër sa ana profesionale e tyre, kam parë tendencën për të krijuar opinion publik. Dhe ndoshta këta aktorë të caktuar të ndërtojnë perceptim. Pa diskutim, këta aktorë të caktuar janë investuar në mënyrë marrëvendëse për të krijuar një opinion X në raport me një forcë politike. Dhe nuk flitet për hir të vërtetës, nuk flitet për personalizëm, sepse nuk trajtohet metodologjia. Edhe tek ato sondazhe që është treguar metodologjia e bërjes të sondazheve, në fakt në të gjithë literaturën e krijimit të sondazheve nuk pranohet si etikë. Pra nuk pranohet si një metodologji efikase. E dyta, ke pas sondazhe që nuk është kompania se kush ka bërë sondazhet, cila kompani ka bërë sondazhet dhe marzhi i gabimit. Sa është marzhi i gabimit? Të paktën sondazhet kanë një ABC të tyre, kampioni. Kam parë për shembull, kampioni është me telefon, me rrugë. Po jo, në literaturë, në gjithë literaturë të botës, në qoftë se bën me telefon fiks, e gjithë popullsia e këtij vendi duhet të ketë telefonin fiks në shtëpi. Është një nga rregullat A të kampionimit, në qoftë se është bërë me këtë lloj kampionimi. Imagjinoje metodologjinë e tij. Pyetjet, si kanë qenë? Kanë qenë me derivate apo jo? Kanë qenë pyetje drejt për drejt apo jo? Mosha dhe njerëzit. Prandaj është bërë kjo formë që krijon një lloj amullie në opinionin publik dhe më tepër se sa një pigment i cili ose si një lakmus që shkon drejt të vërtetës, drejt konceptit të atë çfarë mendon opinioni publik, është dhe i shërben krijimit të një opinioni publik në interes të aktorëve që kanë porositur këto sondazhe. Dhe ajo çfarë bën emërusin e përbashkët të gjithë këto sondazheve është se një pyetje qarkullon dhe një përfundim qarkullon dhe është ajo çfarë përbën thelbin e propagandës. E çon ujin në një drejtim caktuar, vetëm në mullirin e sepse qeverisjes. shumë funksionon propaganda ose niveli më i lartë i propagandës është kur individi nuk ka mundësi
që as ta vërtetoj dot këtë përfundim, por dhe as ta hedhi poshtë. Pikërisht kjo gjë, duke shitur elementin e sondazhit, pra duke dhënë sondazhin si një vërtet shkencore, pa qenë as pak një vërtet shkencore, ndërton perceptimin caktuar, i cili ky perceptim caktuar shkon në avantazhin e aktorit kryesor që ka interes për ta ngjallur këtë perceptim. Megjithatë, SBA ka një përmbysje të saj. Kjo është totalisht e ka përmbysur fushata Kamala Harris me Donald Trump, për shembull, tregoi që gjitha sondazhet dhe rezultatet e gjitha sondazheve u rrëzuan sepse jo vetëm fitoi Trump, por fitoi me një rezultat historik në raport... Por qënë dhe camë të cini. Ku i sheh nga televizori britan, qa me ndonë? Shiko, ajo që mendoj është që unë jam njëri cili edhe sot që flasim, jetën time e bëjnë në këm, në urban, pra lëviz kudo. Ku janë njerëzit? Ku janë njerëzit? Unë për shumë shëtistë për Shqipëri, dhe thash në herën e fundit isha në Dibër, dhe nuk shkova enkas në Dibër, pikërisht pas le themi deklaratave të kryeministit dhe edhe sikur të doja të bëja një sondazh në Dibër nuk ishte njerëz. Dhe preke në dorë zemrimin atje. Jo nuk kaq, por në Dibër nuk ishte njerëz. Nuk ishte njerëz. Ata po bëjnë një bulevard shumë të bukur atje, po e shtrojnë një bulevard i cili ka, më thanë që ka 8 vjet, i cili nuk mbyllet, ku ato pllakat kanë ngelur aty sipër. Një makinë si pëlhurët Penelopës, me i logo partije që ka vite që një bot aty që rri, dhe po njerëz nuk ishte, realisht. Dhe unë duhet di ku i bëjnë këto sondazhe. Duhet të sjaruar si shtarë dhe pakular të rëndarë. Shkoj në Burrel, është një situatë, ka njerëz. Jo më larg se 2 ditë më parë ishte një ndeshje futbolli në Burrel, dhe luaj për që Burreli të luante të hynte në kategorinë e parë atje. Dhe pash tribunën e stadiumit dhe kishte vetëm moshat moshuara. Nuk kishte të ri aty. Pra, kujt realiteti po i flasim ne? Për kë bëhen këto sondazhe sot? Cila popullsi sondohet? Ku sondohet? Është gënjeshtër kaq e madhe. Shkoj po kështu në Librazh, shkoj kështu në Gramsh, nuk ka njerëz. Janë fantazma, janë qytete fantazma. Qytete që po fiken. Atëherë për çfarë flasim? Dhe kjo më duket për tash jam në periudhë mos i besoj këto sondazhe. Midis situatës absurde, dhe pjesës surreale që të ofron realiteti me sondazhet të senatorëve. Dhe këto kanë arritur dhe një gjë tjetër, sepse dikur fushatat bëheshin në mënyrë pompoze, vinin në çdo lagje, politikanët, kur tani janë dalë vetëm në disa sheshe dhe nuk ka më për te. Pastaj pjesa tjetër është vetëm për atë pjesa tjetër, pjesa e natës së errësirës, ku të marrin një gjë, fitojnë një gjë në kuptimin elektoral. Domethënë, këto sondazhe në gjykimin tënd nuk e ndërtojnë apo e orientojnë perceptimin publik? Patjetër që propaganda gjithmonë ka ndikuar. Ka efektet e veta. Sikur ajo është krijuar ose është vënë si një lloj makinerie në lojë, patjetër që ndikon, e orienton. Edhe pse unë kam një mendim komplet tjetër për këto zgjedhje, që ne do kemi një përmbysje të gjërave, pra mund të kemi një zvetnim të pushtetit të Ramos, ose një ngushtim të pushtetit të Ramos, dhe kjo është qasja një në mendimi im. Ky është leximi që i bëj unë, nuk mendoj doon që Rama do ta ketë kaq të lehtë. Mund të krijohet një precedenci në Kosovë. Fjala vjen që sot që ne flasim, lëvizja me vendosin dështoi për herë të gjashtë që por Kosova është mirëfillas në demokraci. Dhe këtë e pranon dhe faktorin në Evropë. Po sigurisht, është vetmi shtet, do marrim këtu dhe Greqinë që në Ballkan, edhe Sloveninë sigurisht, të cilët kanë një demokraci të mirëfillt. Pjesa tjetër pastaj janë një semi-demokraci. Fushata e 9 shkurtit që u zhvillua, e zgjedhjeve të 9 shkurtit që u zhvillua në Kosovë ishte tjetër aspekt. Ishte më elitare në pikpamje kulturore, pa fyerje, pa sulme personale. Dhe unë kam thënë që rënja e Kosovës do jetë pikërisht rënja e demokracisë në Kosovë. Pra, nëse Kosova nuk do bëjë zgjedhje të lira parlamentare, nuk do të respektojë zgjedhjet kështu me radhë, kjo do jetë më e lehtë për Serbinë, ti thotë Evropës që shikon se këta nuk bëjnë dot shtet. Ndërkohë që Kosova pikërisht të po i tregon. Kupton që ne jemi të aftë të bëjmë shtet. Në momentin që nuk do ta bëjë këtë gjë, pra atje do vjen zgjedhjet, do sillen siç sillen këtu në Shqipëri, atëherë do kemi
Serbia do ta ketë shumë të lehtë me mënyrën e vet autokratike se si qeveriset që ta sulmoj Kosovën. Reldar, Kosova dështoi sërish dje për konstituimin, ngritjen e parlamentit, pasi nuk ju votua kandidatura e Albulena Haxhiut për kryetaret kuvendit të Kosovës. A mendon që do të kemi një situatë për herë të gjashtë, duhet thënë, që nuk po arrin të bëj të 6-8, unë e di të 6 ditën e djeshme, dhe nuk po arrin të bëj të konstituoj kuvendin, të marrë të mandatoj kryetarin e kuvendit e të tjerë që të zhvillojnë procedurat më tej. A mendon që mund të ketë një skenar të ngjashëm edhe në Shqipëri pas zgjedhjeve apo në vazhdën e kësaj logjike jemi, në një shumicë e cila do ketë vështirësi? Për sa i përket Kosovës, Kosova ka tjetër panoramë, nuk ka lidhje me Shqipërinë, ka një kod elektoral. Jo, nuk arriti të krijojë dot shumicën absolute për këtë. Kod elektoral. Pa diskutim, por kjo është e drejta pikërisht demokracia dhe ngërçi që ka krijuar atje është në funksion të demokracisë dhe kjo tregon që sistemi është shumë i hapur dhe pa diskutim të gjitha partitë elektorale edhe ti kur del shumicën kanë forcën që të ngushtojnë rrezën e veprimit dhe pa diskutim edhe mund të hiqi pushtetin nga duart nëse ti nuk je një fuqi absolute dhe këtë garanton pikërisht ai kod elektoral i cili e kërkon gjithmonë lojalitetin e atij çfarë ka dalë prim. Kush ishte primi kërkon që duhet të jetë lojal në funksion të qeverisë ose përndryshe duhet të largohet edhe ta krijojë qeverinë të tjerët ose edhe herë të fusi. Nuk e mendoj që mund të ketë një skenar të ngjashëm. Me Shqipërinë është krejtësisht ndryshe sepse Shqipëria pikë parë ka një po mund të dalë një forcë, ja ta jap shembullin, mund të dalë një forcë parë në Shqipëri, të ketë 69 mandate. Po, i duhen edhe 2 të tjerë që të plotësojnë 7 vjet ose 68 ku e diu. Paradoksi i asaj çfarë ka krijuar ky sistem është pikë parë herë nëse Rama do kapi 69 e zonë, po marrim, ose Berisha cili rast hipotetik, po flas çdo forcë që dalë e parë. Këtu me këtë sistem dhe me këtë mënyrë interesash që janë krijuar lista të mbyllura, nuk është çudi që të kalojnë të ketë trafik deputetësh. Direkt? Pa diskutim. Që në seancën e parë, që në konstituimin që pa hyrë në konstituimin e qeverisjes dhe momentin për të krijuar konstituimin e një qeverisje. Domethënë janë të gatshëm, këtu janë të gatshme sepse interesa që ka krijuar ky kod elektoral dhe mënyrën se si funksionojnë raporti i kandidatit me parimin ose me subjektin politik, pothuajse nuk ka lidhje fare ose lidhja është krejtësisht e zbehur. Dhe kjo është problemi dhe fatkeqësia këtij kodi dhe si i shohim ne këtë kod elektoral dhe që në thelb nuk ka shkuar tek qytetari ose qytetari është krejtësisht i përjashtuar nga votimi. Se mungesa e përfaqësimit se listat e hapura kanë çojnë në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë shumë pak deputet. Madje ato listat e hapura prodhojnë një deputet i cili është i lidhur ngurësisht me interesin e votuesit. Sigurisht po. Ndërsa lista e mbyllur kërkon fut individ që janë të lidhur me individin, me kryetarin e partisë. Dhe ato interesa që e lidh me një X kryetar mund ta lidhin mjaft mirë më shumë ndoshta me një kryetari tjetër. Domos ka parim me thotë, ka parim totalisht. Nuk ka madje demokracia dhe rikthimi i mazhoritarit është bëhet për shumë pak vende bëhet listë e hapur. Gjakosja e kandidatit për të prodhuar një mandat deputeti është mërësisht e madhe si brenda partisë, po ashtu edhe me kundërshtarin rival politik në betejë. Domethënë po thoni që nuk kanë ngjyra të forta ta diferencojnë njëra me tjetrën. Nuk pa diskutim. Ai që është listë mbyllur, që lëviz saktë ai që është listë mbyllur përfaqëson drejt interesin pragmatist të kryetarit të partisë, por nuk përfaqëson interesin e elektoratit. Madje nuk do t'ja ndije fare ç'më ndonë elektorati. Po e futi mandatin xhep. Nuk jep llogari askujt. Askujt, sepse ai është produkt i kryetarit të partisë, nuk është produkt i vizionit i qasjes që ka ai në raport me elektoratin që voton. Në thuaj me çfarë lidh një kandidat në listën e mbyllur për vetëm me drejt për drejt në interesin e kryetarit të partisë. Kjo është paradoksi, ndërsa Kosova e ka tjetër qasje, mos i ngatrojmë, sepse duke i ngatruar, pas kemi të sigurt që do shkojmë. Duke i ngatruar, prodhojmë e shmangin vërtetën. Jo, shmangin vërtetën. Pas kemi të sigurt që nuk do prodhon kanë krizë, paktën kjo do të rrim të qetë. Nuk shkojmë ne te kriza, sepse do rrim të qetë. Njerëzit, një pjesë të madhe e njerëzve që janë listë të mbyllura janë edhe sponsorizime të faktorit të madh biznesit.
Dhe kjo është akoma dhe më shëmtuar. Ajo çfarë po ndodh? Tu është deformim totalisht i konceptit demokracisë. Dhe qytetarët duhet ta kuptojnë këtë gjë, dhe shkatrimi i demokracisë brenda partive politike risjell minimin total demokracisë në qeverisje. Do ta mbajmë këtu argumentet dhe diskutimin, po do të shkojmë në një hapësirë publicitare dhe do të rikthehemi vetëm pas pak në studio. Jemi rikthyer sërish në studio të nderuar teleshikues, jemi duke diskutuar në mbrëmjen e sotme në lidhje me situatën politike në vend, ku siç dihet, siç e keni parë ju të gjithë besoj, fushata elektorale ka arritur në nivelin e saj më të lartë për sa i përket retorikës së ndërsjellë të palëve politike. Por ajo që ngjelet një pikpyetje e madhe është që apo shkon siç duhet mesazhi tek qytetarët, tek votuesit? Dritan, si të duket mesazhi, a shkon, a përcillet, a përkthehet në vot tek qytetari, apo thuaj njerëzit dhe skalionit janë të ndara? Kjo është dhe anomalia e këtij vendi. Se këtu shpesh ne qytetari e para për shkak të një lloj laramanie që ka vendi jon, që nuk ndahen shpesh ato që janë militantë, ato që punojnë në administratë, ato që janë qytetarë vërtet flas, ato që kanë kurajo civile dhe kanë një lloj dignitetin e tyre. Ata pastaj të cilët i përkasin një bindje të tyre në politike apo bindje historike të politike, të cilët sigurisht që kur shkojnë te kutia votimit janë ndarë qartëse dhe dinë se ku çfarë lloj mesazhi t'japi pala tjetër, ata nuk e ndrojnë janë të qartë. Janë qartë, nuk e ndrojnë ata që është istikami i tyre. Por kur themi për qytetarin, unë ndonjëherë mendoj domosdoshmë që këtu në fakt qytetari i vërtet ka ikur nga ky vend, ose është përzën nga ky vend me kohë. Dhe ata që ti shikon sot në për këto wallët këtyre janë njerëz të cilët punojnë në administratë, kanë nevojë për të mbajtur atë vendin e punës. Çado që ti thuash ti atyre, çado fyrje, bullizimi, intimidimi, ata njohin vetëm si element, njohin vetëm kërcënimin. Pra ata e dinë domosdoshmë që duhet mbajtur me do e mos vendi i punës, dhe kjo më kujton një dosje të zgjedhjes vitit 2019, në mos gaboj, zgjedhjet bashkiake këtu në Tiranë, ku një person i cili punonte si sekretar brenda kadastrit, pastaj i cili ra, por që aty u vodhën. Gjithmonë i kërcënonte ata që ishin brenda kadastrës dhe i thoshte domosdoshmë që dua thoshte të lëkundur, nuk i thoshte të lëkundur, po i thoshte të lëkëndër. E kupton se as atë nuk dinte ta artikulonte sakt, dhe i thoshte që shikoj thoshte se ti ke dajën, dhe i kishte edhe me emra ai. Benin mirë, mosën gimi, i kishte gjithë aty, i dua thoshte, dua të sjell aty, ndryshe ti nuk vjen më të mbas zgjedhjeve, nuk vjen më në pati një votim në uranim, për treguar domosdoshmë që ne jemi unison, vim me dhe pati dhe dajret që pati dhe heng. Nuk mungojnë asnjëherë këtu në fushat elektorale. Pikërisht dhe ky lloj votuesi që është krijuar gjithë këto vite, këto 35 vite, që ti ke shumë vështirë, pra vetëm që ndonjëherë duket groteske. Është groteske, sepse është shumë vështirë të ndash ti se ky është një votues, ka një dignitet të caktuar, ka një përgjegjësi të caktuar, apo është një qenie e cila është e shantazhueshme dhe shkon në tillë në kutinë e votimit. Prandaj dhe sondazhet këtu shpesh bindjen e thellë që përmendos si sovranist, si prandaj dhe kush vjen dhe ka bërë sondazhe mirëfillta flas. Në Shqipëri ka dështuar në këtë aspekt. Për ta lexuar siç duhet. Po, sepse leximi i vërtetë është ajo pastaj që bëjnë partitë politike këtu, që shkojnë dhe i vjedhin zgjedhjet në forma nga më ndryshme, kërcënimi, shantazhi e gjitha me radhë, dhe ai realitet që shkon në kutinë e votimit është në realitet i shtrembruar i demokracisë në këtu. Prandaj nuk kemi lidhje me demokracinë që është në Kosovë, për fat keq, duhet ta themi këtë. Reldar, mesazhi si po shkon te qytetari? Fjala vjen mazhoranca po luan fort me kartën e pasaportës europiane për Shqipërinë europiane të vitit 2030. Ndërsa opozita, pretendente partia më e madhe opozitare në vend, që është Partia Demokratike, po bën ose ka bërë një program elektoral më të qartë, më të detajuar, me nevojat që ka qytetari në përditshmëri, ku ajo premton që do të zgjidhë.
Ndërsa partitë e vogla, të cilat partitë e reja, le t'i themi, sepse nuk janë provuar akoma që janë vogla apo të mëdha, po shkojnë me një stil tjetër të qytetari, me një ndryshim në përcjelljen e mesazhit të tyre. Parë në këtë mozaik premtimesh të kësaj fushate elektorale, cila është ajo që të bën më shumë përshtypje dhe kush arrin ta përcjell më mirë sipas zgjidhimit tënd mesazhin tek qytetarit, tek votuesi? Të tani të dyja subjektet politike, mazhoranca socialiste, por edhe opozita, janë munduar të penetrojnë sa më shumë tek elektorati i tyre. Pa diskutim, opozita ndodhet për shkak të gjatësisë së madhe në pushtet, ndodhet nga njëra anë ndodhet në një favor, sepse ka infrastrukturë, ka eksperiencën tashmë të lartë të qeverisjes dhe nga ana tjetër ka prodhuar konsumim. Pra është një e konsumuar dhe në vendet si Shqipëria pa diskutim krijon një lloj problemi. Duhet bëhen nuk mund të shmangë këtë gjë. Nga ana tjetër opozita është munduar të identifikojë ato çfarë sipas saj mazhoranca socialiste nuk i ka kryer, nuk i ka bërë. Dhe jo vetëm që nuk i ka kryer dhe nuk i ka bërë, por me një lloj artikulimi pothuajse racional, nuk mund të themi që se ka racional, është munduar të identifikojë dhe jo vetëm të identifikojë, por dhe të sqarojë opinionin publik, por dhe të japë zgjidhje në raport me këto lloj problemesh. E kam dhënë re është mbështetur shumë si programi i rinor i Partisë Demokratike, pra i programit rinor PD-s, por ashtu edhe vetë lideri i saj, zoti Berisha, është përqendruar shumë tek mundësia e të rinjve për strehim. Pra një farë mënyrë e ka shpallur tek problemet, tek shqetësimet, strehimin, e ka shpallur nevojën për strehim, jo të artikuluar kështu siç po e them unë, pra si një emergjencë kombëtare, por një nga problemet më madhore dhe prioritet po ashtu i qeverisjes së mesme të Partisë Demokratike. Ndërsa mazhoranca socialiste me një lloj teknike brillante për një vërtetës, për të shmangur edhe punëve të pakryera, për të shmangur edhe punëve të bëra keq ndoshta. Po trume tonë pasaportë. Ka dhënë ato çfarë ndonjëherë është jashtë mundësive të saj, për një vërtetës, por një truk elektoral shumë efikas, pasaportën europiane, sepse për hir të vërtetës është ajo çfarë ne tham, një gjë që nuk e ke dorë edhe mund ta premtosh. Të premton atë që se ka. Mund ta premtosh. Megjithatë është një gjë shumë e bukur për t'u shmangur llogaridhënies përballë opinionit publik shqiptar dhe duke i dhënë atë ëndrrën e munguar qytetarëve shqiptar, ëndrrën e madhe qytetarëve shqiptar, integrimin në Bashkimin Evropian, drejtat plota. Partitë e vogla, partitë e reja, jo të vogla, se nuk do të thotë. Sepse realisht partitë e reja, se duhet testohen. Po. Partitë e reja. Si është mesazhi i tyre? Domethënë, ata apo i shërben si model të vjetras apo këta po imitojnë të vjetrat? Partitë e reja, kjo duhet ta themi. Partitë e reja janë munduar të artikulohen në një gjuhë racionale. Në mendje kam 2-3 partitë të reja për hir vërtetës që janë munduar të kenë një logjikë racionale ose një arsyetim ose një retorikë racionale në hapësirën publike. Por duke parë të gjithë partitë e reja ose partitë e vogla në botë, po ju referohem te partitë e reja, në thelb betejë atyre ose dalja atyre në hapësirën publike ka qenë një njëjtë. Përzi, edhe ka qenë realisht suksesshëm. Por të jesh parti e re me një kod elektoral siç e ka Shqipëria, me një biznes të kapur dhe lidhur ngurësisht me interesat e mazhorancës socialiste, qeverisë pushtet, dhe çdo qeveri e pushtet, me një shoqëri urbane pothuajse e lidhur totalisht me punësimin në shtet, me një periferi të atrofizuar, me një ekonomi që kontrollohet nga pushteti dhe jo nga privati, shitet si private, por në thelb orientohet dhe kontrollohet nga pushteti. Aty merr burimin. Shtrohet pyetja, çfarë të reni kanë këto partitë të reja dhe si ka mundësi orientojnë një program, sigur janë pretendentet kryesore për të bërë relacionin politik. Dhe veçanërisht duke mos krijuar një poltret, ashtu veç e veç, jo vetëm që krijon një avulli, jo vetëm që nuk ndodh rotacioni politik, por e pengojnë rotacionin politik, por çfarë krijojnë
krijojnë mos funksionalitetin e tyre në zgjedhjet e 11 majit. Sepse duke pretenduar që është rivalja kryesore e mazhorancës socialiste, defaktorizohen përballë syve të opinionit publik. Në pak fjalë po thoni janë dhe guralet në këpucë. Sepse jo ndoshta ashtu, ato ndoshta nuk e kanë. Guralet spengues. Nuk e kanë, por rrethanat i çojnë aty. Rrethanat dhe konteksti historik në cilën ndodhen i çojnë aty. Për shembull, do ka parti të reja shumë simpatike, të cilat mund të trumbetojnë vetëm një çështje. Partiet mund të merrja për shembull partinë e Zotit Çorri. Ka një program shumë të gjerë në të gjitha vallat e saj, ose e Zotit Çe, ose tjetër. Por kushtet aktuale, çfarë? Kushtet saktuar. Me këtë kod elektoral, me dy parti të mëdha të cilat janë gatshme ti coptojnë. Për të pasur primatin e tyre, dhe për të ruajtur pozicionet e tyre, në arsye dhe në kohë. Pavarësisht se ata kur i pyet për partitë e mëdha thotë kanë qenë, se janë matur ende. Pa diskutim do t'i shkatërronin këto. Ato duhet të mbetohen një qoftë për të futur element dhe për ta bërë pluraliste peizazhin e jetës së Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Për të pasuruar mozaikun dhe për të demokratizuar retorikën në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Për të mos pasur vetëm deputet kryetarit, ku fjala e kryetarit përçohet nëpërmjet instrumentave të saj. Dhe është kryetari mjafton pak rëndësi ka se fol deputeti Lezhës i Krujës, që ngresh shqetësimin e diskuzonit. Në thelb është mentaliteti politika e kryetarit. Këto parti mund të çonin dhe pasuronin mozaikun e retorikës së demokracisë. Mund të pasuronin pluralitetin e demokracisë, mund të funksionote pluraliteti. Nëse do ishin logjike dhe nëse do ta perceptonin veten, do ta konsideronin veten në masinë që janë dhe që i sheh opinioni publik. Ato duket sikur kanë dalur jashtë kohës politike dhe pikërisht kjo dalje jashtë kohës politike, duke u shitur se ne jemi parimorë, por që çitet si e parimorë duhet të testohesh në pushtet. Kur s'ke pushtetin me fjalë mund të jetë secili fi parimorë. Unë nuk jam dash dakord s'jam dash dakord me Reldarin në këtë pikë. Sepse tashmë ato janë po kam një optik tjetër, sepse kam ato optikën mediatike. Pra flas për qoftë për Lapajn, qoftë për Shenën, ata në një filtrat janë personazhe publik. Po kështu dhe Endri Shabani, po kështu dhe Panosoko, po kështu dhe Arlind. Jo, po kanë administruar një herë pushtet. Po neve duhet i japim pushtet. Dakor, sepse me këtë logjik mund të shkojmë edhe me idenë domethënë që ta lejmë opozitën aty ku është, mos t'i japim pushtet. Jo, mesazhi ishte ideja, po shkon siç duhet nga këto partitë. Unë mendoj që po. Unë mendoj që po dhe tashmë i shoh si faktor në tregun e politikës. Dhe kur them domethënë që e nesërmja e kuvendit nuk do jetë kjo siç ka qenë, unë këtë kam një lloj bindje. Pavarësisht se Reldari ka një qasje dhe ndoshta edhe me drejtë sepse dyshimi domethënë ti je pluralist parlamentit. Unë shoh më pluralist dhe i shoh dhe më pashitshëm. Sepse unë nuk mendoj domethënë që qendroj kësaj kauzës vetë. Unë mendoj që po, unë nuk mendoj domethënë që Agron Shej ka nevojë për ato paratë e Edi Ramos për të kaluar. Ka nevojë Shej, po ka dikush tjetër. Po as nuk e mendoj domethënë që Adriatic Lapa do vrasi veten. Le themi, po ta them kështu që në fillimet që në fazën e vet embrionale, edhe të shkoj tek ai sa njofun Panosokun, ai sa njofun Arlind Çorrin apo dikë tjetër. Pavarësisht se në Shqipëri hedhja e baltës është bërë si një sport shumë popullor, shumë interesant, pavarësisht se nuk ekziston si federat hedhja e baltës, por në këto 35 vite ka qenë e pa ligjëruar si sport, por është ushtruar për hir dhe ka arritur qëllimin edhe tek njerëzit. Madje u arrit edhe në pikën që të bëjë një lloj mishërimi ose një lloj atashimi midis figurës së Veliajt dhe figurës së Lapajt. Pra këta dy janë njësoj, këta dy ngjajnë, këta dy flasin njësoj. E kuptoj. Për ta defaktorizuar atë Lapaj, ju ngjit një lloj, ta themi kështu, një lloj mortje, e kuptoj, e cila ishte në politik prej shumë vitesh. U vesh me portretin e Veliajt. Pra mori të gjithë ligësit që kishte portreti i Veliajt dhe ju bu Lapajt. Por realiteti po tregon domthonjë që ta djem, po i quaj kështu tani në politik, ka arritur domthonjë që të ngrejnë një lloj simpatie tek njerëzit, t'i afrojnë pranë vetes
Se çfarë do sjell pastaj e nesërmja, flas konstituimi i kuvendit të ri. Ata janë për përshëndetur. Dhe unë gjithmonë kam qenë për këtë gjë. Është më mirë se sa ato të rinj që rrin bodrumeve dhe po pra, pikërisht. Që në këtë aspekt unë mendoj që neve do kemi një skakjer ndryshe. Ja se këtë parlamenti së nesërmë si mund të jetë do ketë një konfigurim komplet ndryshe nga unë mendoj që do ketë patjetër nuk do ketë dhe mbi të gjitha nuk do ketë to sharlatanët. Do të shohë një lloj retorike dhe artikulimi më të mirë. Po, e them kështu. Nuk do ketë to mbetjet e padobishme të trupi njerëzor, në parlament, të cilët papritur, nga baticat e zbaticat e parlamentit dalin në pa atje dhe njëri shkon me një biçikletë roz, aty tjetri bën grushton, bën boks, të gjitha me radhë. Unë mendoj që këta djem do jenë më me integritet se sa këta që kjo klasë. Edhe për moshën e tyre, për arsimimin, për shumë gjëra tjera. Jemi në fazën si shta Mao Zeduni turbulohet dhe kullohet, jemi në fazën që po turbulohet dhe do kullohet atje. Kam përshtypjen po dhe mendoj që do jetë fillimi i fundit të një klase politike. Do kemi një... Mendoj që po. Ky është momenti që do kemi fillimin e fundit të një klase politike, gjuhës gati barbone të ushtruarit, ndikimit e shumë të tjerë. Por, se sa pasaj kjo gjuhë dhe arri, jo vetëm të fitoj, por dhe të arri të ambaj pushtetin, pa këto machiavellizmat që përdor klasa e vjetër e politike, kjo pasaj është një aspekt komplet tjetër që ne duhet ta shohim. Por, sepse unë nuk e di se ta të ri, se sa do munden, ta kthejnë këtë që është normaliteti sot, normaliteti së keqes, ta kthejnë një normalitet tjetër. Pra, dhe në fund ajo është pasaporta europiane e Shqipërisë. Jo kjo që është sot. Me akte publike. Me akte publike. Pra, për të thënë të keqes stop, dhe këtu ka marrë fund dita jote. Dhe ky vend të kthehet në një normalitet. Nuk është ky normaliteti që meriton ky vend sot. Përcakton standard në një farë mënyrë. Patjetër. Dhe ky do jetë grushti jon nesër ndaj këtyre partive të reja. Pra, nesër me t'i dhënë këtë pushtet, ata e kanë njerëzit e kanë më të lehtë për t'i nxjerrë nga fusha e politikës se sa dy partitë e ndaja të cilat kanë krijuar për thënë drejt një raxhon historik. Kurse partitë e reja e kanë më të kollajshme ata që është disfata në raport me publikun. Kështu do duhet patjetër që të jenë rigoroz, të jenë shumë dietoz në jetën e tyre politike. Reldar, në lidhje me pamjen fytyrën e re të parlamentit të nesërm, si të duket? Duke pas parasysh përbërjen e listave të atyre që garojnë me këto zgjedhje parlamentare, mendon që do hyjnë të gjitha këto partitë e reja apo do kenë përfaqësues të tyre në parlament? Mendoj që kjo do ishte ideale. Për sistemin demokratik shqiptar. Jam kundra partive të reja, përkundrazi i mbështes shumë nga elementi sepse në një farë mënyrë vetëm e demokratizojnë retorikën politike, mendimin politik, idenë politike dhe janë një zë shumë i fortë alternativ i status quo politik. Dhe shoqëria ka nevojë realisht për të pasur një zë tjetër, një zë pavarur, një zë që luan rolin e opozitarit ndërmjet kësaj status quo. Por jam shumë skeptik sepse në këtë gjendje që ndodhemi, duke parë gjitha indikatorët, por edhe shumë raporte ndërkombëtare, mendoj që madhështia e partive të reja është tek rezistenca aty, dhe jo tek fakti i futjes në Kuvendin e Republikës Shqipërisë. Sepse i futi aty tregon vazhdimsi. Futja një deputeti, futja dy deputeti, pikërisht futja një deputeti, futja dy deputeti nuk përbën atë çfarë ne konsiderojmë si gjendje akute, atë çfarë duhet të ndodhë. Sot shoqëria shqiptare ka nevojë për diçka tjetër, ka nevojë për terren, ka nevojë për ndryshim, ka nevojë për të matrikulluar pluralitetin apo mozaikun e retorikës në Kuvendin e Republikës Shqipërisë. Madje këto parti të reja do të ishin shumë rezultative në qoftë se do të rezistonin në konceptit të opozitarizmit jashtë derës së Kuvendit të Republikës Shqipërisë, sepse duke qenë brenda Kuvendit të Republikës Shqipërisë, sigurisht të forca mund të jenë shumë të gjata, vitale, por
madhështia tyre qëndron duke qenë jashtë kuventit e Unijës së Shqipërisë dhe koncepti i opozitarizmit në mënyra se si do bëjnë opozitarizm ato. Pra, rezistenca është vlera e tyre. Dhe këtë gjë e ka treguar dhe Kosova, qoftë dhe vetëvendosja. I rezistoi. Një herë rezistoi si lëvizje, pa diskutim nga lëvizje, por ama një lëvizje ishte shumë e gjatë. Se ka parti këtu, me qëra fjala, ka parti këtu që shkojnë marrin po merr një mandat deputeti edhe ngel aty. Takohen me Albin Kurtin, fjala vjen partitë të caktuara nga Shqipëria, dikush ka pretenduar në mos gaboj duket Qorja, Lapa e kanë vajtur e kanë takuar si për të thënë që jemi ne, ndoshta që do ndjekim një model të tillë, që do bëjmë një lloj opozitarizmi. Historike, janë kontekste që nuk përsëritet. Është vështirë të përsëritet. Nuk përsëritet dhe forca politike. Ka forca që i liderat caktuar, për shembull një De Gaulle, sado të jetë Franca, e kulturë, nuk prodhon dot një De Gaulle, sepse janë kushtet historike që krijuan De Gaulle. Një Giulio Andreotti, për hir të vërtetës, apo Çob De Gasperi, ku cili do e krijuan rrethanat e kohës, sepse njerëz ditur dhe njerëz kulturuar, Italia, Franca, Britania e Madhe kanë krijuar gjithmonë dhe do krijojnë gjithmonë, se janë institucionet kulturore që krijojnë individin. Kanë një trashëgimi. Por lideri politik e krijojnë rrethanat e caktuara. Madje një lider i cili frymëzon turmat, orienton vendin drejt progresit dhe zhvillimit. Janë kontekstet historike që e bëjnë që të frymëzojnë. Diskutim. Dhe ne nuk do themi se nuk vjen më një De Gaulle nga pikpamja se unë e adhuroj si figurë, si lider, si figurë politike. Prandaj referohet De Gaullit, por rrethana dhe konteksti historik dhe qendresa e tij në këto rrethana historike e bën De Gaullit ky që është. Jo, medaljen e rrjeteve sociale kanë përshtypjen që nuk do ketë më figura të cilat do frymëzojnë. Por do jetë figura që do frymëzojnë më shumë ajo që do thotë budallëkun më të madh në rrjetet sociale, do ketë ndjekësit më të mëdhenj. Duket sikur po zbehet kjo pesha e mendimit. Dakor. Medalja e rrjeteve sociale për të shkuar pyetjes fillimit që mesazhi duke pas parasysh rrjetet sociale duket sikur përgatitet dhe paketohet vetëm për rrjetet sociale dhe jo për të shkuar një njeriu që mendon ose njerëzve të cilët kanë një mendim, ta mendojnë një herë, ta japin apo jo votën me atë. Nuk e di, a jeni dakord që rrjetet sociale deri në një farë mënyrë kanë sjellë një lloj dëmi? Shiko, pikpamjen e mendimit, ë? Dakor. Po ta shikosh Ramën dhe ke gjua vet, ai flet për atë që është inteligjenca artificiale. Pra se si inteligjenca artificiale do vi një ditë edhe këtu në Shqipëri, do futet në industri e gjitha me radhë. Dhe ky duket sikur do jetë, le të themi, mbreti i cili do sëndoj inteligjencën, butonat aty. Butonat e inteligjencës artificiale dhe pra për të nuk janë zgjidhur problemet, pra për të nuk kanë rëndësi njerëzit, ta themi kështu mirëfilltazi. Ai mendon që gjërat mjafton të jetë ai aty. Po të zëvendësohen dhe votuesit pastaj me inteligjencën artificiale. Po pikërisht pra. Kuptoj, ai mjafton që të jetë aty dhe pastaj gjithçka poshtë shkon në vaj, shkon okay. Nuk ka rëndësi domosdoshmë nëse levat njëra lëviz, një buton nuk ndizet apo nuk shtypet. Nuk ka kjo është sepse edhe me inteligjencën artificiale pastaj ha diskutim tjetër, se ajo ka avaritë e veta. Ku për hir të vërtetës teknologjia ka ajo tekat e veta, nuk kemi në atë lartësi. Po unë e mora si shembull teknologjinë dhe rrjetet sociale për shkak të zbehjes mendimit, që nuk po ka një mesazh që të mbahet mend. E kam thënë në emisionet e kaluara, po që rrjetet sociale zbejnë mendimin. Po çfarë njerëzit kanë kohë që për të mendojnë. Kështu që dhe ky është po. Njerëzit refuzojnë të mendojnë. Refuzojnë mendojnë. Po pra, në këtë kohë dhe dëmi demokratizojnë mendimin, sepse është çfarë, shkatrojnë status quo. Nuk është monopol mendimi. Një gazetë dikur për shembull. Dhe krijimi, po sepse dëgjoj tani, po në qoftë se ka një vlerë të madhe demokratizimi i shërben shoqërisë gjithmonë. Po. Ti jeni sigurt për të pluraliteti i mundësisë për të shprehur, vetëm e pasuron demokratizimin e saj. Është pikërisht krijimi i modeleve që krijojnë institucionet komunikative, institucionet madhudhënierë, institucionet e kulturës. Ne paguajmë, me taksat tona paguajmë institucionet kulturore për të krijuar fast food. Por kjo nuk është produkt. Madje çfarë ndalon, po të marr një shembull le ta kalojmë logjik. Çfarë ndalon televizionet kombëtare që marrin produkte të krijuara në rrjetet sociale, që për hir të vërtetës janë për një audiencë X. Aty e marrin furnizimin. Çfarë duan ato? Pse nuk krijojnë televizionet kombëtare imazhin e tyre? Sepse kjo kërkon kosto, po jo vetëm kosto, kjo kërkon mendim. Ato refuzojnë të mendojnë dhe i marrin gatshëm. Dhe i prodhojnë si dhe prodhimi po. Tu është problemi. Hedhin pastaj fajt, ja
hedhin. Dhe që kemi prodhuar Vjen vërdall si kalin në lëm pastaj. Dhe ne në të vërtetë kemi prodhuar një shoqëri e cila një shoqëri dembele për sa i përket mendimit. Pra, temë gjatë shumë. Po ti flas për ajrin për shembull, për ton të flas, për ndodhin e ajrit. Po ti flas për ujin për shembull, që nuk është parametra të duara për ton të mendoj. Po ti flasësh për rrugët për ton, po kështu të mendoj, dhe ky lloj përtimi pastaj, e kupton, shkon ose nuk e kanalizohet fare tek kutia e votimit atje, ose kanalizohet në një formë tjetër, kjo ushqimi i përditshëm. Për to gjërat esenciale dhe pra kanalizohet tek mediokriteti. Kemi mbritur në fund. Të nderuar, faleminderit të nderuar koleg, të nderuar teleshikues, kemi mbritur në fund të programit edhe për mbrëmjen e sotme. Ju falenderojmë që na ndoqët, ju kujtojmë takimin tonë të ardhshëm, i cili do të jetë sërish të shtunën e ardhshme. Deri atëherë, mirupafshim.